Mirë, qa më ndoni për ngrohjen globale? Për kanë? Ngrohjen globale, global warming. A keni dëgju nej? E kom dëgju si fjalla, ma si kuptim kur të s'kuptim. Okej. Rahat jeni. Gajli ma të madhe më spaci. S'ka emër më të mirë se emri Allah. Pa këtë emër të bukur s'frymon kjo dynja. S'ka emër më të mirë se emri Allah. Pa këtë emër të bukur s'frymon kjo dynja. Cilat janë veprat më dashurat Allah, që i dënë Allah? Me falë, me falë, me madhëru Allah. Nuk po ju nihe që apo fulni pak si mëra. Okej. Me bo sanët mira. Flasi mirë. Ti respektojnë të njerëzit, si të mos të mëshuaret. Minimu njerëzve nëse po senet të rona. Ti ndëgjim prendëret, ti mos të atë fjallën prendërve. Në përshëndër një herë, një shu që të bërba kuptimit e ty, ja kom spjegu, ja kom të regu, veç i kom thonë qështë, tani ajo ka thonë faleminderit. Une mas pore, kur të shënaj koshe cila është e unë, është e lodhne, jepi uj, ushqim. Mi dhe që më të ratë më dhaja. Me adhëru Allah, kësile, po me adhëru Allah e ti treta, e dyta është kësile me falë namazin. Femna, ose vojza, me nushamian. Me jep zakat, me agjeru. Me letu bile një orë, ose gjysore, me letu Koran, mos me harru Koranin. Me shku me bo haqin, umren, mi fol taravit. Ti nuk të mati qdo natë dhe të thej besuhet para se të bim në gjamë. Është të një që është me maru një ndërtes. Për shkak që ky emision është vepër e mirë. Pse duket Se vepër? po fjase për Allahun. Muhammedin, Gjibrilin, e mëson fjen islam. Edhe Melek. Si për shembull duke i ndëgjuar këta familje që po vinë, duke nga bërë të pyetje për Zotin apo për çdo gjë tjetër, ata gjëra që nuk i dinë që ne i përmendim, ata mund të mësojnë. Për shembull, mi ndihmu njerëzve është vepër e mirë, apo? Po. E me pa një, për shembull aty afër shtëpisë juaj, te shtëpia e fëqinjve, kojshive, një hajnë të mënu me qelë derën, të mënu me thy. A është vepër e mirë mi ndihmu, mi kallëzu me gjithë qelë, që mi thonë mos o lodh? Ja, Jo. Po? Çka është vepër e mirë në këtë rast? Çka kishe me bërë? tregu ati njerit, me thirrën mi thonë që hojnë e ka rrë. Kështë edhe në pyzi. Unë e kom pasë një menje më të vogël. Kërë më kanë majtë vogël, e kom pasë në mendim që nëse shpojnë në hajnat në shpinë tem, kom thonë mi thonë që nësë në pare, a thani shkojte që filan, ne ka ma shumë pare. Thonë këshilla që Zoti ka thonë që nuk duhet të bëjmë këtë vepër. Kisha thonë mos e ki haram, mos me vjedh, e ki haram me vjedh, edhe shko ato gjëra që i ka, për shembull i ka vjellaj, shko ktheje për ato vende. Kisha në të mu, kisha thonë, mos hete ke shpje, kisha thonë kisha të mirë. Isha mundu me ndalë edhe i kisha rrit policin. Me thonë në spën kështë Në shkollë teme, se është djelë të kështu e sërë ta si ishin thujnë e qka ofrojnë në sen, në gjithi ka dhëmë mësusës. Okej, do me thonë, kur e shen një punë të keqe të bo, ti mënosh me bo një të mirë, mi të regu mësusës, apo? Që mi nalë ata dhe mos me bo problem. I kisha lajmëru ato familjarët, antarë të familjes. Do të me këshillu, me thonë mes vjedh.
Shumë bukur. Pra, me të vërtet veprat më të dashura të Allahut janë besimi në Allahun, një falja namazit, kryerja obligimeve fetare, por edhe veprat e ndërsjella, raportet ndërnjerëzore, respektimi prindërve, ndihmesa ndaj të tjerëve, e besa edhe kujdesi ndaj gjallësave, ndaj kafshëve, po edhe ndaj ambientit edhe natyrës. Krejt janë këto vepra që Allahu i don dhe shpërblen për to. أذكر أثر اسم الزمان